Unë e kam thënë shpeshherë në shtëpi që mbi mua është vetëm Zoti dhe unë nuk kam frikë asnjë njeri edhe asnjë gjë që ekziston dhe që ka krijuar Zoti, përveç se respektit. Por, unë kam parimet e mia lab dhe besoj se e respekton shumë mirë. Kur unë nuk e ndjej energjinë që të kem kontakt, sqarimi me dikë sepse kam bindjen time, opinionin tim, ashtu siç ta thash, unë nuk e shoh të nevojshme të kem një takim sqarues me ty, pasi që unë nuk do të besoj asnjë nga A deri në Z në lidhje atë që do thuash ti për në raport me ne të dy. Dhe unë e kam deklaruar edhe në shtëpi që nga dita e parë që ti ke ardhur deri ditën e fundit që do të jemi këtu në shtëpi, dhe kur do të dalim nga Big Brotheri, unë nuk do të kem asnjë kontakt, raport me ty si person dhe si banor këtu. Për arsye që unë i kam përmendur. Dhe i kam të gjitha të peshuara shumë mirë dhe fjalën që e them, e kam peshu, e them dhe me kalimin e momenteve, unë do dëshmoj qëndrueshmërinë time.